Paratë që emigrantët sjellin te familjet e tyre në Shqipëri po vijojnë të kenë një tendencë rritjeje, teksa numri i shqiptarëve që jetojnë jashtë sa vjen e po shtohet për shkak të valës së re të emigracionit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë në bilancin e pagesave bën të ditur se të ardhurat nga emigrantët arritën një rekord të ri prej 1.1 miliard eurosh në 2025, me një rritje prej 5.9% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ritmet e rritjes u përshpejtuan në tremujorin e tretë dhe të katërt, që tradicionalisht ka flukse më të larta hyrjeve, për shkak se emigrantët vinë në Shqipëri gjatë pushimeve të verës dhe më pas në fund vit. Për korik shtator 2025, emigrantët sollën tek të afërmit në vendlindje 285 milion euro dhe në 3 muajt e fundit të vitit edhe 302 milion euro. Që nga viti 2013, paratë që emigrantët sjellin në Shqipëri janë rritur vazhdimisht, duke reflektuar një cikël të ri emigracioni, që nisi kryesisht pas vitit 2015. Pas një rënjeje në vitin 2020, si efekt i pandemisë, tendenca rritëse u përshpejtua dukshëm. Të dhënat e tjera të Instat tregojnë se migracioni neto, diferenca mes numrit të personave që hynë për të jetuar dhe atyre që po largohen nga vendi ynë, vijon të jetë negativ në Shqipëri përgjatë gjithë periudhës 2011-2025, duke shfaqur tendencë rritëse pas pandemisë. Këtë trend e konfirmoi edhe Eurostat, ku për periudhën 2021-2024, vendet e antar të BE dhan 284.585 leje qëndrimi për herë të parë për shtetasit shqiptare. Ka një trend në rritje për lejet e punës, të cilat zën gati 1/3 e leje qëndrimeve gjithsej dhe janë dyfishuar në krahasim me para pandemisë. Aktorët e tregut pohojnë se kanalet kryesore vijojnë të mbeten vendet tradicionale ku ka emigracione, si Greqia e Italia, por vitet e fundit ka pasur rritje dhe nga destinacionet e reja, si Anglia dhe Gjermania. Remitancat llogariten nga Banka e Shqipërisë si pjesë e llogarisë korrente në bilancin e pagesave, sipas standardeve të FMN-s, BPM6. Ato përfshin të gjitha prurjet monetare që emigrantët dërgojnë drejt familjeve dhe individëve rezident në Shqipëri, si përmes kanaleve formale, bankat, institucionet financiare dhe operatorët e transfertave, ashtu edhe përmes vlerësimeve të prurjeve informale. Për këtë qëllim, banka përdor të dhënat e sistemit bankar, raportimet periodike të subjekteve të licencuara dhe anketa specifike tek familjet përfituese, duke synuar të kapë tërësinë e flukseve reale të remitancave në ekonomi.